O dhove jam i cili e shku në hajgjë si vjetë, o motra jam, ngoa që ta që ka po të që kjo vlavjet, mos o habit e mos me ba dua shumë masi të falet dreka ditën Arafatit. Tan ditën, në veçanti, kur të falni drekën, 2 rekate, edhe i kindin 2 rekate, prej kësaj kohe, sa ti esh në Arafat, koncentrau në lutje, në lutje, në lutje, në lutje, në lutje, jo mohabet, kur gjaheq mus nga, kur gjaheq mus ba, luto. Rasulullah a.s. është lut të në kohën, edhe njerëz nuk e kanë dit a është agjeru shumë aja, edhe kanë dasht me i dërgu diçka me pi, i kanë dërgu tamël me pi, e Rasulullah a.s. e ka liru dorën e djath, e ka marrë tamlin edhe ka pi, e dorën e majt e ka majt në lutje. a.s. Dorën e majt e ka majt kështu në lutje. Kështu që regati, mos mashtron shejtani, mos më lut në Arafat. Njerëzit mirën me vizita, mirën me muhabete, mirën me ushqime, mos prano kur gjape këtyne, ushqeu para drekes, këshilla edhe merë këshilla para drekes, mas drekes, koncentrau në lutje, koncentrau në lutje, koncentrau në lutje, po të thamë si vlla, e ke ba gjithatmon, mos e lësha ditën e Arafatit pa u lut shumë. Luto për këtë muslimant, luto për këtë muslimant, luto për vete, luto për prindrit e tu, luto për këtë njerëzit. Ke dhanë shumë pasuritane, ke ba shumë mon, mos e lësha këtë mundësi. Nuk do me thanë që ti do të mund gjitë në kodër, ku je, në shatorin tanë që aty ku je, ku t'jesh në Arafat, luto. Shumë për njerëzve shkojnë mund gjitë në kodër, mos e ba këta, luto ku je, që aty, në shatorin tanë ku je, që aty luto. Zini një qësh dikon edhe luto shumë. Luto shumë ku je, mos levez, mos vizita, mos ba muhabetet kota, këto kry më heret. Tash është koha e lutjes.